Urimet dhe përshëndetjet e juaja. Radio Odeoni në valë të gjata, Elvana gjata me kom të gata, se të prendë si shpata të ban Mishelak na FM Stereo. Radio Odeoni në valë të shkurta, të gjata, të shkurta, të mbaja dhe të vogla pa shkumë. Radio Odeoni në frekuencat lypës e gjonë. Radio Odeoni në valë të mëdhaja, hajde shkojna të daja, pina qaja e hana fara, nështë ta mas darke na thënë edhe Ara FM Stereo. Neve mund t'na gjeni të rreti madh, të rreti vogël dhe të shumë rumullak dhe rumulleq të tjerë katruan Prishtinë FM Stereo. Vazhdojmë urime dhe përshëndetje. Tjera tezët që ka hangër qani lezës, ditën e martesës dhe vjehra me vjehranin, e me vlon e tyra haramin, e me djallin e tyre tarzanin, e me nipin qoranin, që ja bojnë like në Facebook dhe stanit, tyren të zakot të tyre kësindjen e lopës, që ka mojt me mzat të zi që gjentën në rizit në Austri. Me urimi nuk jam kaptor që të ndzej kur është top, për të tonë vjera që është dash në horoskop. Në urimin morin pjesë pare pisi, kirkiripisi, qipsipisi, lzati, tezaki, kapaki, lepaki, agregati, budaloku, kalopi, bashkaloku, kalabloki, loki, si dhe i zenia me të dhe të nëndjem, si dhe motra, lakumja, kumja, tunja, munja, lumja, tunja, la përdita përsërin e ftat, këtë rëtërim e shëqërëkon nga dera e huj. Urime dhe përshëndetit e juaja. Radio Odeoni në valë të shkurta, shkurte Feza, Shërete, Beluni, FM Stereo, Hajrushi, FM Stereo. Urimet dhe përshëndetjet e juaja. Vazhdoj me një urim që është bio 100%, e që Serbin për e bantim, e që dit për dit ka pak po jashtin. Pra vjen urimin nga qeveria Kosovës, ku kryeministri Ramush Haradinaj e përshëndet Vučićin, Dačićin, Krstićin, Gjurićin, Veselovićin, Gjićin, Qićin, Mićin, Ićin, Tićin, Glićin, Qiçmićin, Qilićin, Vićin, Ljopën dhe Mogherinin me një taksim 100%. Me urimin, s'jam shigjetar që gjuaj me shigjet, po jam Ramush Haradinaj që taksën 100% pasha familjen kur s'ka me ta hek. Kurse në urim marrin pjesë Kadria me 2 Alltia, një me ujë, një me struj, po ashtu në urim merr pjesë edhe Lima, Lima Bajes, Lima Dronit, Lima Hekurit me urimin. S'jam Audi që hi e mes në tej kalim, po jam Kadria këtë, që edhe unë taksën të baj 100%. Këtë urim e shoqëron kënga taksa. Moj Serbi! Ua maj Serbi, o takse në tavnova, se mu me thonë ara mu shë Kosovë. O maj Serbi, o timi në ta qita, se në Kosovë hana trima. O kale, kale! Urimet dhe përshëndetjet e juaja.
Radio Odeoni në Val të mëdha gata të mesme e tjera me radhë pike më sëra. Vazhdoj me urimin e radhës. Bashkëshortja Lumja dhe djali Lumjoni, që i pat med në fyt ftoni e ka pas pështu doktor Fatoni, që ju pat kap ftoni për thoni. Me qikat meritën që e pat shty shpitën, që e qitën, se ja patën shumë dritën një dit ama natën, një dit natën ama ditën. Plus motra e dytë fleta që ju pat shky peta, tu të hollu me shoqet veta, që ktheshina për kreveta, me ka 2-3 orë me telefona ndor, tu i bosna pa kapu më se t'kapa. Motra e tretë me emrin kulet, që kur nuk hollon pet, që qotë në 12 që ka marak shumë me fjet, i thët vetit kulerk. I urojnë babës gjithësisht, bashkëshortit, mësusit Bajramit, rritjen e rogës, me urimin. O Bajram, që tash tu ka par rogat taman, e po munësh me dalë në Balkan, me hangër edhe mish, se je këput për hangër veç lang. Këtë urim është të në konga në vazhdim. Përse sondra, o me sveca djekse. Përse sondra, o me sveca djekse. Mora birat, une poj qo jekse. Eks poj qo jo shoku i dafshtu, po du me u pijave. Se mu roga mu karit, hajde që një jave. Se mu roga mu karit, hajde që një jave. Dhe gjusë të ndëruar të Radio Odeonit, dal ka dal po jafromi fundit urimet dhe përshëndetjet. Urimet dhe përshëndetjet e juaja. Urimet mund të dërgoni në stacionin numër 4 të policis, urimet mund të dërgoni në stacionin autobusav, urimet mund të dërgoni në avion drejt në Odeon, urimet e smunta mund të dërgoni në QKUK, ne i sherojnë dhe pastaj i lexojnë. Dhe gjusë të ndëruar të Radio Odeonit, mirë mbeqi dhe mirë pafshi, kalofshi mirë natën e mirë FM Stera. Qënë, hajde djeba, hajde, opa! Radio Odeoni! Dhe jemi rikthyer pas humorit të tukulukave, ne ecim tutje me spektaklin tuaj. Çdo javë sjellim modelin me shpresë dhe dëshirë gjithmonë që duke shijuar dhe duke kultivuar atë çfarë pretendojmë neve në spektaklin tuaj këtu, njerëzit do i thojnë njëri tjetrit se është mirë të bësh kështu, është mirë të jesh sikur ky model. Sonte kemi një kaptin me vete në jetën shqiptare, një mysafir tepër të veçantë, strumbullar, siç e kam qef unë ta them. Zonja Zotri, ai vjen sonte në Odeon për të na thënë, për të na dhënë Zotri Ismail Kasumi.